gjatë kësaj kohe për asnjë moment të vetëm nuk kemi parë një ndryshim të qëndrimeve nga ana e opozitës, gjithsesi kemi parë vullnet të theksuar apo mungesë të theksuar të vullnetit për të kontribuar në konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në këto rrethana besoj që qëndrojnë edhe ato çfarë ne kemi thënë në vazhdimsi, që kjo është sjellje e papërgjithshme politike, por po ashtu është shkelje e Kushtetues së Republikës së Kosovës dhe gjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Qëndrimi i lëvizjes pretendose shqiptare. Kuvendi i Republikës së Kosovës nëse ne nuk do ta bënim propozimin për kryetar Kuvendi, kjo do të quajë bllokim. Kjo do të quajë mbajtje peng e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Por ne jemi në të drejtën tonë kushtetuese, vetëvendosja ka propozuar emrin e kryetarit të Kuvendit, nuk i përket partive tjera politike që ti tregojnë njëra tjetrës se kush duhet të jetë në opozicion. As të kryetarit të Kuvendit, as në kryetarit të Kuvendit, ne thrasim opozitën që përfitojnë. Qytetarët e Republikës së Kosovës me të drejtë presin që të konstituohet Kuvendi, qëndrimi jonë është i qartë, por edhe një herë duhet ta themi që ndonse ne jemi për konstituimin e Kuvendit dhe votimin e qeverisë së re, nëse ka mungesë të vullnetit për ta bërë këtë, nëse ka një refuzim a priori, si më thënë, të zgjedhjeve, rezultatet të zgjedhjeve të shkurtit, atëherë tani duhet të shkojmë në zgjedhje, sepse nuk mund vazhdojmë më gjatë kështu. Mirë po edhe për këtë, siç e dini, duhet konstituimi i Kuvendit, duhet marrëveshje për ta bërë këtë dhe pastaj shpërndarja e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Gjykata kushtetuese është vënuar. Duhet ta themi hapur, sepse nuk ka kuptim që një çështje kaq e thjeshtë, është e thjeshtë, sepse aleanca bashkë me LDK-n dhe PDK-n, pa disa deputet PDK-s dhe LDK-s, në shkresën që ne kemi parë, lëndën që ne kemi parë, e kanë kontestuar komisionin për votimin e fshehtë. Dhe tash çështja është shumë e thjeshtë, ose gjykata e bën të pranueshme këtë lëndë dhe e trajton nëse plotësuesi i seancës ka pasur drejt për komisionin për votimin e fshehtë. Ne besojmë fuqishëm që ka pasur të drejtë. Dhe letra e presidentes, siç e keni parë, thotë që deputetët duhet të gjejnë mënyra për ta konstituar Kuvendin, pra është në linjë me të dyja këto, ose tashmë të papranueshme pra. Gjykata kushtetuese duhet t'i bëjë këto, duke pasur parasysh grafikat unë kanë thënë që duke mos pasur një objekt, gjykata mund ta shpallë të papranueshme të lëndë, sepse duhet kishte një vendim të Kuvendit për këtë. Mi po presim vendimin e gjykatës, por nuk është në rregull që është vënuar kaq shumë.